Ndahet Egli dhe Gjisti e bëjnë publike vendimin e Meregli ja përse. Gjisti dhe Egli janë dyshja më e përfolur në rrjet për momentin. Pas daljes nga Big Brother VIP, dyshja kanë hequr nga rrjetet sociale të gjithë fotot e përbashkëta e ky veprim i tyre ka shqetësuar ndjekësit. Teksa një gjë e tillë fillimisht u pa nga Gjisti, i cili e hoqi të gjithë postimet nga Instagrami i tij, e më pas edhe Egli, e cila ka mbajtur vetëm 9 postime vetëm. Ajo madje ka hequr edhe fotot nga dasma e tyre, teksa ka vendosur edhe foto profili, foto me veshjen me të cilën u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP, ku deklaronte se do t'i përkushtojë vetes dhe nuk kishte hyrë për t'u lidhur me Gjistin, një mesazh i qartë për ndarjen e tyre. Ajo madje ka vendosur së fundmi edhe linkun e këngës me Kellin, ku bëhet qartë fjalë për ndarje, por çfarë solli deri në këtë pikë? Bëhet me dije se Egli ka shtacaruar shumë me Gjistin pas daljes së këtij të fundit në emisionin Portokalli dhe deklaratave të bëra nga ai. Gjisti me shaka i pyetur nga Minjonsi nëse ka kryer marrëdhënie me Eglin, u shpreh, u kry çdo sen, duke thënë një deklaratë bombastike që sipas Eglit nuk ka qenë e vërtetë. Nga ana tjetër, ai e ka injoruar plotësisht Eglin, madje ka futur në një thes me xhenetën, duke thënë se nuk i njeh. Ky njërim nga Gjisti duket se ka qenë pika e fundit bigotën e derdhur të marrëdhënies së tyre. Gjisti dhe Egli mësohet se nuk janë takuar tashmë prej ditësh, edhe për shkak të angazhimeve të Gjistit, teksa duket se kanë vendosur që gjërat më mirë të ecin në korsitë e tyre. Egli por edhe Gjisti megjithatë do jenë pranë publikut pasi kanë premtuar që në ditën në vijim do të dalin edhe këngët e tyre të para solo.